Lulie Jahja, me preardhje nga Kërçova, është mjeke specialiste e dermatovenerologjisë, e njohur për profesionalizmin dhe angazhimin e saj të vazhdueshëm në shërbimin e shëndetit publik. Si ligjëruese, ajo ka trajtuar tema të rëndësishme mbi shëndetin e lëkurës në Gjimnazin e Përgjithshëm dhe në Qerdhen e qytetit, duke sensibilizuar prindër të rinj dhe fëmijë mbi problematikat më të shpeshta të këtyre grup moshave. Doktoresha gjithashtu ka mbajtur edhe ligjërata profesionale dermatologjike në Kërçovë të akredituara nga Oda e Mjekëve të Maqedonisë, duke kontribuar drejt për së drejti në edukimin e vazhdueshëm mjekësor. Një moment kulmor i karrierës së saj profesionale është ftesa nga Shoqata e Dermatologëve dhe Shoqata e Mjekëve në Maqedoni, ku ajo prezantoi me sukses 2 rastet e para të trajtimit me terapi biologjike të vitiligos në nivel kombëtar, duke e çuar këtë përvojë edhe në Shqipëri dhe Kosovë. Për profesionalizëm, guxim shkencor dhe për kushtim ndaj përmirësimit të kushteve shëndetësore, Shoqata Votra e nderon Lulie Jahjen me çmimin e ekselencës në kontributin e shëndetit publik.